Me Las Kolshi, mirë se na erdhe nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Mirë se jo zgjatë me dita. Si e? Mirë, faleminderit juve. Mirë edhe ne, me punë, me dhe ju me angazhime besoj. Po, patjetër. Dinamike madhe. Edhe është para parë që në fund vitit masi që ti përfundojmë punë, atëherë të kemi një pushim, mirë po tash me vetë faktin që ne si Instituti i Kosovës për Drejtësi merremi edhe me monitorimin e zgjedhjeve, atëherë na ka dalë edhe një punë shtesë, kështu që tash shkojmë sigurisht që jemi mësuar edhe një palë zgjedhje të reja. Edhe një palë zgjedhje të reja. Po për ato që shkuna, u murvesh që u bë me trenin bulgar apo jo? Janë në hetime, dhe më thënë se cila prej rasteve të cilat kanë ndodhur dhe janë adresuar në organet përgjegjëse të drejtësisë, presim që drejtësia të zëvend e mandej të dënohen se cili prej atyre që kanë konsideruar që duke devijuar vullnetin real të qytetarëve të shkohet përpara, mirë po besojmë dhe shpresojmë që të kemi drejtësi edhe në këtë pikë. Janë 67 deputet të gjitha partive politike që kanë apliku për një pagë kalimtare për 1 vjet. Pra, unë jam deputet që më sqaru për të gjithë dëgjues, jam deputet i një kuvendi ndoshta që s'funksionoi fare. Dhe ligji thot që ai mund të aplikoj për një pagë kalimtare, 1 vjet me marr pagë ani pse s'është deputet. Kjo është jam gabim. Kjo është 1900 diçka euro. Merr pagë. 1914 është paga baze e deputetit. Në lidhje me këtë çështje, dita është një çështje e cila deputetët më mirë themi e respektojnë ligjin në momentin kur atyre ju konvenon. Kështu që bashkë tash kemi të bëjmë, ose me këtë rast kemi të bëjmë me këtë situatë, për arsye që ligji për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetëve, saktësisht në 16 i lejon ose i jep të drejtën deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës që të aplikojnë për një pagë kalimtare e cila është ekuivalente me pagën bazë të deputetit, pra që është 1914 euro, dhe se këtë pagë mund ta merr deputeti gjatë për 1 vit deri sa të përfundon, domethënë në momentin kur e përfundon mandatin, ka të drejtën që të aplikojë për këtë pagë, mandej për 1 vit radhazi ta merr këtë pagë, nëse me kushtin që deputeti nuk ka të hyra të tjera financiare apo nuk e arrin moshën e pensionit. Kështu që deri në atë pikë, ose më mirë të themi ta qartësojmë për publikun, derisa deputeti të jetë i papunë, ai ka të drejtën ta marrë këtë pagë. Kjo drejt nuk është kontestimi këtu, ose problemi nuk qëndron tek ekzistenca e kësaj të drejtë ligjore, por te dilema e thellë morale që secili deputet duhet ta ketë lidhje me këtë pagë, sidomos në legjislaturën e fundit, duke qenë dëshmitar të faktit që legjislatura përveç që ka qenë legjislatura më dëmshme, ka qenë edhe legjislatura më padobishme që ka njohur Kuvendi i Republikës së Kosovës. Nëse ai prap bëhet deputet, bjen poshtë. Nëse ai prap bëhet deputet, kjo nënkupton që aty fillon të rrjedh një pagë tjetër, që domethënë nga i njëjti institucion, e mandej paga tjetër, paga kjo kalimtarja ndërpritet dhe fillon se i merr 2 pagë. Okej. Dhe fillon ta merr pagën tjetër. Prandaj pyetja themelore ose thelbësore këtu mund të themi padyshim që nuk është se a është kjo e legjshme, por a është morale, për arsye që këtu kemi të bëjmë pra me papunësinë ashtu të themi të deputetëve, dhe se duke marrë një analizë ashtu të strukturuar, mund të themi që formalisht deputetët nuk po e shkelin ligjin, por politikisht e moralisht kjo çështje hap ashtu dilema serioze. Pse hap dilema serioze? Për arsye që në bazë të një statistike të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, papunësia në Republikën tonë është diku rreth 19%, ndërsa nëse e marrim dhe e krahasojmë, ose mund të themi që kjo është një kontradikt, për arsye që nëse e marrim dhe e krahasojmë me këtë papunësinë e deputetëve ose me këtë numrin e deputetëve që kanë aplikuar për pagë kalimtare, kjo i bie që në legjislaturën ose në deputetët, në komplet deputetët që kanë aplikuar për këtë pagë kalimtare, kjo i bie që papunësia në Kuvend të Republikës së Kosovës për ish deputetët të jetë mbi 50%, që domethënë që i bie më shumë se sa, ose shumë më shumë se sa niveli mesatar i papunësisë në Republikën e Kosovës. Diskutuam edhe para 3 ditësh në program, falem emër për emër, i kemi përmend 67 deputetët që kanë apliku, dhe thuhet se kanë të drejtë aplikojnë vetëm ata që s'kanë ndonjë të hyrë tjetër. Po. Realisht,
kjo duhet me pas një kontroll të madh, nuk e di sa qasje keni ose sa lehtë mund të kontrollohet, se ne dim që në listën e gjatë e aty në deputetëve ata edhe kanë punë tjera, bëjnë punë tjera, apo kanë hek dorë prej punëve. Sa lehtë mund ta kontrolloni? Po, kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për arsye që ekzistojnë edhe mekanizmat kontrolluese që deputetëve nuk i lejojnë që të marrin pagë tjetër. Për shembull, është Agjencia kundër korrupsionit, po ashtu edhe të hyrat e deputetëve që duhet t'i deklarojnë ato të hyra, e mandej secili deputet pra ka përgjegjësi morale, përveç morale, mbi të gjitha ka edhe përgjegjësi penale nëse veç bën deklarimin e rrem të pagave ose domethënë diçka të ngjashme, nëse veç tenton që të deklaroj rrajshëm, atëherë patjetër që institucionet e drejtësisë duhet të merren me secilin prej tyre dhe se një gjë e tillë patjetër që është një praktikë jashtëzakonisht e dëmshme për arsye që deputetët e Kuvendit të Republikës janë ata të cilët janë votuar e kanë marrë besim nga qytetarët që të i përfaqësojnë ata e jo që të shkojnë aty dhe ta shohin Kuvendin si një bazë financiare të tyre që i siguron atyre edhe një vit pagë, për arsye që kjo mbi të gjitha duke pas parasysh krizën në të cilën po kalojnë qytetarët e Republikës së Kosovës, papunësinë reale. Sa i kushton kështu si buxhet total 67 për një vit? Si buxhet 67 deputet, tash duke llogarit me pagën bazë të tyre me 1914 euro për secilin prej tyre për një vit, tash 1914 herë 12 muaj është një shifër jashtëzakonisht e madhe, kështu që duke diku rreth 23.000 euro në vit apo rreth 1.5 milion të buxhetit të Republikës së Kosovës gjithsej. Kështu që është një shumë jashtëzakonisht e madhe duke pas parasysh krizën në të cilën po kalojnë qytetarët e Republikës, rritjen e kostos së jetesës së gjithato. Ky ligj a është marrë si praktikë ndonjë shteti? Cilat shtete e kanë? E ka ndonjë shtet apo ne vetë kemi? Nuk duhet kontestuar për arsye që kjo pagë kalimtare ose drejta në pagë kalimtare nuk është e drejtë vetëm në Republikën e Kosovës, mirë po ka edhe praktika të tjera ndërkombëtare, mirë po praktika e njëjtë është edhe në shtete tjera. Po, për arsye që paga kalimtare është e drejtë e cila i takon deputetit, edhe me legje për përgjegjësinë e deputetit. Pra ne po flasim vetëm për anën morale se si. Është në këtë situatë, pra është e qartë që dilema ose paga kalimtare kjo është një e drejtë ligjore, mirë po këtu mund të themi që kemi një dilemë të thellë morale. Pse kemi dilemë të thellë morale? Për arsye që nëse veç deputetët e Republikës së Kosovës e kanë përfunduar mandatin 4 vjeçar, kanë bërë punë, ajo është komplet në rregull ose do të ishte në rregull nëse ata do të aplikonin për pagë kalimtare. Mirë, po kjo është komplet e palogjikshme kur një legjislaturë jashtëzakonisht e padobishme, një legjislaturë jashtëzakonisht e dëmshme, një legjislaturë e cila ka bllokuar shumë ashtu të themi të mira të cilat Republika e Kosovës ka mundur që t'i ketë, po ashtu na ka bllokuar e vonuar në formim të institucioneve në shumë gjëra të tjera. Kjo legjislaturë njëjta për mendimin tim dhe për vlerësimin tim nuk ka të drejtë morale që të aplikoj për pagën kalimtare për arsye që nuk ka pas punë. Në momentin që deputetët do të bënin punë dhe do ashtu të themi do t'i përgjigjeshin të drejtat dhe përgjegjësitë të tyre të cilat janë të garantuara me kushtetutë, atëherë patjetër që ndoshta do të mundin që me të drejtë të aplikojnë. A mendon se kjo e bën një qytetar me humb besimin në ata deputeta, ndikon te besimi i qytetarëve? Patjetër që po e dita për arsye që qytetarët e Republikës së Kosovës ne e dim krizën në të cilën janë duke kaluar, është rrit kostoja e jetesës jashtëzakonisht shumë, kemi një papunësi reale në Republikën e Kosovës, kështu që në momentin që një qytetar e merr vesh që deputeti po aplikon ose po kërkon pagën kalimtare duke e pas parasysh që ai në të njëjtën kohë, duke mos pasur kuvend të konstituuar, ai ka marrë edhe pagë tjetër bazë, e tash po kërkon edhe një vit tjetër që t'i shtyhet ajo pagë, realisht pa punuar asgjë, atëherë patjetër që është dëshpëruese dhe qytetarët e Republikës së Kosovës mund ta humbin edhe besimin në ata që i kanë votuar për t'i përfaqësuar në kuvend, pra në tempullin e përfaqësimit. Sipas Institutit Kosovës për drejtësi, cilat janë shkaqet që e çun kuvendin në mos konstituim?
Shkaku kryesor është mungesa një bashkëpunimi ose një gjetjes një gjuhëse përbashkët nga subjektet politike ose nga deputetët individualisht, për arsye që qytetarët e Republikës së Kosovës në momentin kur i kanë votuar ata i kanë votuar me shpresën që kuvendi do të konstituohet fillimisht dhe se ata do gjejnë gjuhë të përbashkët. Nuk do të thotë ose demokracia ose kushtetuta jon është e rregulluar në atë formë saqë është jashtëzakonisht e vështirë që një parti politike të qeverisë vetme. Në momentin kur nuk arrin, njëherë ka ndodhur komplet në demokracinë tonë, që një parti ka fituar e vetme mbi 50% të votave, gjë që është një përqindje jashtëzakonisht e vogël kur e shohim në komplet legislaturat që ka ndodhur, mirë po, patjetër që nëse një parti i merr më pak se 50%, atëherë bashkëpunimi është i pashmangshëm. E bëjnë për shkak qëllim shtetin apo kalkulime politike? Më shumë këtë herë ka qenë padyshim që kalkulime politike, për arsye që nëse e kishin bërë me qëllim të shtetit ose të mirës së shtetit, atëherë ata do kishin gjetur një gjuhë të bashkëpunimit dhe nuk do na kishin lënë ashtu me këto pasoja të cilat i kemi përballur ose jemi përballur si Republikë e Kosovës si shkak i mos konstituimit të kuvendit, për arsye që pasojat janë jashtëzakonisht të rënda, ne e dimë edhe çdo herë edhe ju po i cekni ato në emisionet e juaja që Kosova i ka humbur ose rrezikon të humbë diku mbi 800 milion nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian, po ashtu mbi 130 milion nga banka botërore, krejt këto si shkak i mos konstituimit të kuvendit ose mos ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare. Po ashtu kemi shumë institucione të tjera të pavarura të cilat rrezikojnë që të humbin funksionalitetin. Për shembull, kemi rastin e avokatit të popullit, kemi rastin e gjykatës kushtetuese, kur jemi tek gjykata kushtetuese këtu, pashmangshëm duhet që ta përmendim faktin që gjykata kushtetuese ka qenë një adresë e problemeve që i kanë pasur deputetët e Kuvendit të Republikës. Çka nëse gjykata kushtetuese një antarit të gjykatës kushtetuese ai do jep të dërheqje. Atëherë gjykata kushtetuese është në prag ose është në prag të korumit për të filluar mbledhjet e saj dhe çka nëse një antar i gjykatës kushtetuese do të jep të dërheqje. Atëherë problemet në Kuvendin e Republikës së Kosovës nuk do kishin ku me u adresu për me u zgjidh kushtetueshmërisht. Kështu që domethënë antarët e gjykatës kushtetuese presin që të zgjidhen nga kuvendi. Nga cili kuvend të zgjidhen përderisa nuk ka kuvend. Kështu që krizat janë jashtëzakonisht të mëdha nëse fillojmë i mendojmë secilin prej tyre. Si monitoroni zgjedhjet si institut Melos? Si e bëni në praktik monitorimin? Përveç zgjedhjeve, ne monitorojmë edhe punën e qeverisë gjatë komplet legislaturës së tyre. Dishta tani me kalu, po më intereson njerë zgjedhjet si monitoroni me qenë se i kemi në 28, në çfarë forme? Po, fillimisht ne aplikojmë në Komisionin Qendror Zgjedhor, që tashmë e kemi bërë dhe se pranohet aplikimi ose nuk pranohet, që në rastin tonë është pranuar, dhe se ne mandej i shohim të gjitha parregullësitë që mund të ndodhin, dalin edhe me po për shembull kemi raste kur edhe tregojnë edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, po ashtu edhe ne vetë shkojmë në qendrat e votimit. A keni qenë në Obiliç kur u ndal rryma atë natë pa 15 para se më mbyll? Jo, për zgjedhjet e fundit lokale nuk kemi monitoruar dhe tashmë jemi në këto zgjedhjet e përgjithshme që do të bëhen në 28 dhjetor. Që shpresojmë dhe urojmë që të jetë një proces jashtëzakonisht i mirë, një proces ku nuk do të ketë ndonjë ekses dhe se zëri qytetarëve pra të jetë në qendër të vëmendjes, se po ashtu që subjektet politike ta kenë parasysh dhe ta respektojnë vullnetin e qytetarëve, të gjejnë gjuhë e bashkëpunimit e mos na vonojnë siç kanë vepruar herën e fundit. Meqense se bëni një punë kaq të mirë dhe shumë e vështirë sigurisht, se duhet marrë përgjegjësi pastaj pas monitorimit kur dilni me përfundime si qeveria, si kuvendi apo edhe procesi zgjedhor. Sa dëgjohet zani juaj, sa dëgjohet zani Institutit Kosovës për drejtësi kur del me një përfundim se këtu ka pas parregullsi, këtu s'ka pas. A ju dëgjon dikush? Po do duhet të na dëgjonin. Gjithsesi që do duhet, ndaj edhe je këtu, por kështu, ata që duhet, a shkon në veshin e duhur? Po, patjetër, për arsye që ne, për shembull, nëse veç shohim ndonjë parregullsi, atëherë patjetër që ato parregullsitë tona ne i adresojmë në organet kompetente, për shembull siç është prokuroria, për arsye që me kodin penal konstatohet dhe rregullohet edhe çështja e veprave penale kundër zgjedhjeve. Një që e keni adresu dhe ka ndryshu pastaj. Tashmë
Po për shembull ka jashtëzakonisht shumë politika të cilat ne si Instituti i Kosovës për Drejtësi gjatë punës së monitorimit të qeverisë për shembull, ne i kemi adresuar ato e mandej ato të njëjtat vetë se ndonjëherë kanë hasur në veshën e duhur, ndonjëherë në veshën e shordhur ashtu siç po e thoni ju. Mirë, po ka shumë raste ashtu edhe ka shumë pikpyetje se a duhet, jo a duhet mirë, po a na dëgjojnë ashtu siç duhet apo jo, për arsye që shumicën e kohës për shembull kemi raste edhe politika ku deputetët ndonjëherë na marrin në referencë ose subjektet politike na marrin në referencë për arsye nëse veç atyre ndonjëherë ju konvenon, por nëse nuk ju konvenon, ndonjëherë ata thonë që edhe shoqëria civile ndonjëherë është e gabuar e kështu gjërat e tjera. Uroj të dëgjohet zëri juaj, ne kemi nevojë për shoqërinë civile, për Institutin e Kosovës për Drejtësi, por kemi nevojë edhe për organe kompetente që ju marrin parasysh se është për të mirën e kolektive të vendi qytetarëve të Kosovës. Melos, faleminderit, ke shumë kënaqësi që të pata në studio. Faleminderit shumë Edita. Ju shkoftë mbar me këto zgjidhje. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Ju shkoftë mbar. Faleminderit.